Ta shohim edhe motorin. Ky është motori në linjë, 3 mish 6 pistonç. Modelet e reja që e përdorin të 450, 43, 53 e reja. Stok ka 435 kW fuqi edhe 520 Nm tork. Këto janë mild hybrid, ka edhe i bateri kështu, që të janë EQ Boost, që ajo shto deri në 250 Nm tork, po ato i shto të këto hapësirat e ndrimit marsheve, që të mos i bjerë fuqia, mos të ketë kështu hapësira boshe, e mush ajo. Do e shohim, ne kena bo 450 që në CLS-s që e ka të ngjashëm, pa ajo ka më pak fuqi. Do e shohim si do jetë kjo, do e krahasojmë drejt për drejt me atë. Supozohet duhet jetë pak më e shpejt. Motora që janë përdor goxhat, këto modelet 53-she, këta e kanë. Po edhe 450-shet, 43-shet ngjashëm e kanë, po jo me kaq fuqi. Nuk është hand built, siç janë AMG të tjera, të 63-sha që kanë pllakën. Është motor i Benzit, nuk e bën AMG-ja, po motor i mirë deri që ka dalë.